E thash dresa e kisha tëftuar dekanën Besartën, thash që kolegja e Merer sidomos e ka mundësu këta që të rinjë që studiojnë infermjerin ta kenë praktikën, sepse pa praktik këtë ti merë notat mira në literaturë. Apo profesorish? Ate është, po mendoj, një postulat që tregon në të vërtet kur u kryn ligjeratat e vitit të parë, unë e disha programin se kisha punu në program bashkë me të tjertë, dhe kisha bo mramje në shtëpi orarin e praktikave. Edhe kër në mëngjes erdhëm në institutin ku është e lokalizume dhe infermeria, tha qka është kjo profesorish? Kjo është tash ju 6 që të emnat e juj shkoni në kirurgji për programin se kirurgjin e keni ndëgju, tash këtu pjesën praktike që duheni me kalu, edhe mi marë në shkrimet, pa në shkrime këthyse se kam pas flet me datat caktume. Ende i kanë. I kanë, sigurisht se i kam detyru me i rujt që ma vonë, këta u gëzun dhe me tash shenë kjo dikund në një dollapë dhe s'ka. Jo, thash, pa e bo këte edhe pa e kry praktikën e kirurgjisë, 6 vetë vinë ato që kanë me neurologji, me pediatri, i kanë do më thonë praktikat me orar të caktum, edhe nuk ishin shumë të gëzum, studentat, muj me ju thonë, po unë gjatë shumë kam punu me student, kështu që paka shumë e di edhe reakcionin në rastet të caktume, se nuk duhet me të madhe jonë, para se me dhanë atë detyr, të shojmë si kanë me e ba atë praktik. Sepse praktika e studentve monitoroj 2 fish. Një që ishte teorie plot, e praktika teorike po ashtu e infermjerët e kishin. Kështu që shumë shpejt në të vërtet studentët fillun me kuptu qka është qka, si po shkon, edhe ndryshoj qasja, ndryshoj mendimi për, do me thonë, rolin e infermierisë në kuptimin e ofrimit të rezultateve konkrete që edhe vetë studentët fillun me pa. Për arsye se në fillim e kanë nënshkrua dhe kur kërkujt. Kanë ardhë, mirë, tash e keni praktikën në institut. Na atëherë s'kemi pas modelet e tashme që i ka Hajmereri, i ka edhe fakultetet tjera të universitetit tonë që kanë hap programe, po mendoj, kanë mundësu që studentët që kanë synim me shkuma për para, duhen pa tjetër, dhe më thonë, me kry fakultetin e infermierisë në nivelin bachelor, e pastaj kush dënë, nuk është pra si obligative, aje e ka, dhe më thonë, nivelin e 3 të akademik, edhe studentët të cilët e kanë kap ma letë, qka në të vërtet duhet me bo, si me i përdor ato pletat e prezencës së praktikës, kanë përfitu, po edhe studentët cilët ndoshta nuk kanë pas vullnet, ose ju ka mungu ambicia, ose ju kanë qenë të friksum në të vërtet, nëse nuk e japë këtë provim që ka bot me mu. Ajo është e natyrshme, po kur ka dale bisedoni me studentët tonë janë
mjaft mirë të informuam çka po ndodh në Kosovë. Nuk e di si, po edhe para luftës, edhe para luftës, ekziston një pyetje shumë thelbësore, pse qaq shumë doktora kanë qef me u marrë me politikë? E pse? E mandej as se bojnë njënën mirë, as tjetrën mirë. Po si duket për shkak të formës se si bëhet puna me politikë në Kosovë. Aty jemi Ose ndoshta profesorish mos dojnë me ndryshu diçka më mirë për shëndetësi edhe tani mesin që mos tim ka për tema politike, mos ta... Jo, nuk e kam atë qëllim ta marr puna.